Zonja Zake, përshëndetje, kënaqësi jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Përshëndetje, Ola, kënaqësi edhe për mua. Çfarë pritshmërish keni? Janë edhe 18 kuti ende në proces. Po, pritshmëritë, siç dihet, janë të larta, pasi rezultati në qarkun e Korçës ishte shumë i mirë. Ne arritëm që të mbanim deri tashmë 6 mandate për qarkun e Korçës, pavarësisht se në zgjedhjet e 2021-shit kishim 11 deputet në gjithë qarkun, ndërsa tashmë kemi 10 deputet dhe sërish qarku i Korçës pati rezultatin të 6 deputet për Partinë Socialiste, ku një prej tyre jam dhe unë, pasi jam aktualisht deputet e Partisë Socialiste dhe rikandidoj në listën e hapur për një mandat të dytë. Janë ende 14 kuti në qytetin e Korçës, ku unë kam pritshmëritë e mia, pasi dhe unë jam deputete e Korçës dhe kam ushtruar detyrën time elektorale pikërisht në zonën në qytetin e Korçës dhe këtu janë dhe pritshmëritë e mia më të mëdha. Gjithashtu shumë e rëndësishme është edhe vota e diasporës që sapo ka filluar dhe ne kemi një pritshmëri shumë të lartë nga vota e bashkëdhetarëve tanë dhe presim dhe objektivi jonë është që të kapim 7 mandate për qarkun e Korçës me mbështetjen e bashkëdhetarëve tanë diasporë. Nëse kthehemi pak pas në kohë, ju jeni deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe ndoshta e keni patur edhe më të lehtë punën se dikush tjetër që ndoshta garon për herë të parë në listë hapur e kam fjalën. Ju jeni takuar me çdo qytetar, besoj, të Korçës. Keni shpjeguar programin e partisë që ju përfaqësoni apo edhe tuaj nëse keni një të tillë? Sigurisht, kryefjala e çdo fushate është programi i partisë. E para është programi që vjen nga kryeministri jon Edi Rama dhe gjithë ekipi i Partisë Socialiste dhe ne si deputet aktualisht. Unë jam angazhuar në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe në Komisionin e Edukimit dhe Mediave dhe fokusi im është ekonomia dhe qasja ime ndaj programit dhe shpalosjes programit ka qenë fokusimi tek zhvillimi ekonomik, tek sigurisht tek pensionistët, pasi ne kemi një objektiv kryesor në këtë mandatin e ardhshëm, vëmendje që do kthejmë tek pensionistët në rritjen e pensioneve, të cilën e kemi filluar tashmë, sigurisht në rritjen e pagave dhe pensioneve, ku 4 vjeçarin e kaluar kemi pasur një rritje domethënëse të pagave në gjithë administratën publike, por edhe një kapërcim dhe një nxitje edhe për sektorin privat, në mënyrë që të ndjekin njëra tjetrën në realizimin e objektivave të përbashkët për gjithë qytetarët tanë, sigurisht edhe qasja ime pozitive që është ndaj grave dhe vajzave, ka qenë një nga kryefjala e gjithë fushatës time elektorale. Kam bërë fushat jo vetëm në qytetin e Korçës, po në gjithë qarkun, pasi dihet që listat e hapura të angazhojnë për të takuar sa më shumë qytetar dhe kam filluar nga Korça, Kolonja, Devolli, Pusteci, Maliqi, Pogradeci, pra kudo kam shkuar për të takuar njerëz, për të treguar dhe për të shpalosur platformën dhe programin e Partisë Socialiste dhe sigurisht edhe programin tim elektoral. Ju socialistët arritët të thyeni edhe një bastion të demokratëve, siç ishte Devolli. Si e shpjegoni këtë? Po, është e vërtet. Ne kemi më gati disa fushata elektorale që kemi kthyer një bastion të djathtë e kemi kthyer në kryefjalën e fitoreve tona, që është Devolli. Kemi fituar jo vetëm zgjedhjet elektorale për pushtetin vendor, por edhe zgjedhjet elektorale për pushtetin qendror, pra siç janë këto zgjedhje. Fal punës mirë që ka bërë gjithë ekipi jonë si deputet, por edhe fal punës mirë që ka bërë edhe pushteti vendor dhe bashkia, sigurisht. Dhe kjo është një nga reflektimet që Devollint, pra qytetarët e Devollit, kanë bërë ndaj asaj çka Partia Socialiste ju ka ofruar dhe sigurisht kanë besuar dhe kanë vlerësuar që programi i Partisë Socialiste është programi më i mirë, sigurisht edhe programi i cili ka vizionin për ta çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Kundërshtari juaj politik, zonja Zake, besoj e keni dëgjuar, ka deklaruar se Partia Socialiste në fakt nuk i fitoi këto zgjedhje. Ato zgjedhje u grabitën, sepse mbi gati të gjitha qarqet, por në 10 sidomos, mbizotruan bandat që diktuan procesin zgjedhor. Ai përmendi edhe përdorimin e administratës publike gjatë fushatës elektorale e të tjera me radhë. Si i përgjigjeni ju, zotit Berisha?
Zoti Berisha, që aktualisht është lideri i opozitës prej gati 32 vjetësh, sigurisht kryefjalën dhe e çdo humbje elektorale ka sigurisht atë çka e citon në çdo palë humbjesh që është na i vodhën zgjedhjet. Por tashmë ne kemi treguar që gati për më shumë se 12 vjet ne qeverisim, qytetarët na besojnë dhe sigurisht këtu ka shumë organizma kombëtar dhe ndërkombëtar, po ashtu dhe shumë organe të tjera drejtësie të cilat janë në lëvizje pikërisht për procesin zgjedhor dhe çdo individ apo subjekt politik ka të drejtën e vet të ankimimit, qoftë në KQZ, qoftë në organet e drejtësisë, apo dhe në organet e tjera, siç është tashmë edhe SPAK-u që është angazhuar edhe për procesin e krimit zgjedhor, nëse do të ketë raste të tilla. Çdo individ apo subjekt politik është i lirë për të referuar çdo konstatim shkeljesh, por kjo dihet që kryefjala e çdo palhumbje nga ana e opozitës është nga vodhën zgjedhjet. E kuptoj. Me që ju përmendët raportet ndërkombëtare, i tillë është edhe raporti paraprak i OSBE-Odirit, ku ndonse evidenton se zgjedhjet ishin transparente, konkurruese, apo se puna e SPAK-ut për krimet zgjedhore pati një efekt parandalues, thot edhe se qeveria veproi 2 ditë përpara zgjedhjeve në kundërshtim me kodin zgjedhor, siç ishte falja e gjobave për shembull. Sa për të thënë, po e nis nga ajo çka tha ti e fundit. Falja e gjobave është një vendim që është marrë shumë më herët, pasi unë kam qenë pjesë e parlamentit, dhe është marrë diku 4-5 muaj para, me të cilën edhe opozita e ka ankimuar në gjykatë kushtetuese dhe është rrezuar nga ana e tyre. Pra ky është një pretendim i cili nuk qëndron, sepse falja e gjobave nuk është bërë tashmë për fushatë zgjedhore. Dhe pjesa e dytë, në cilën ju referoheni raportit paraprak të OSBE-Odirit, sigurisht e thatë dhe vetë që është një raport paraprak. Pas verifikimeve që do të bëhen qoftë nga ekspertët apo personat që janë angazhuar nga këto 2 organisma ndërkombëtar që ndjekin proceset zgjedhore, do të bëhen verifikimet përkatëse dhe le të presim raportin përfundimtar për të shprehur dhe ata opinionin e tyre, nëse procesi është i cënuar apo ka raste sporadike, si në çdo palë zgjedhje në çdo vend të botës, të cilët nuk cënojnë procesin zgjedhor në tërësi. E kuptoj. Në 16 maj, ditën kur zhvillohet dhe samiti, proteston edhe opozita. E ka paralajmëruar zoti Berisha për të mbrojtur votën. Cili është komenti juaj për këtë? Sigurisht që zoti Berisha e ka një nga objektivat e vet që sa herë në arenën shqiptare, pra në paraqiten forume apo samite të tilla, në mënyrë për të bërë atë zhurmën elektorale apo për të bërë atë pjesën e presionit apo të shantazhit për të thënë që këtu ka rëmuj, nuk ka stabilitet. Por kjo s'është e vërtet, pasi për aq kohë sa liderat e Evropës do të vinë për ta zhvilluar samitin këtu, Shqipëria është tërësisht e besueshme dhe tërësisht partia që ndodhet në pushtet me kryeministrin Rama ka krijuar besimin që pikërisht ky samit të zhvillohet në Tiranë. Po, ai thotë se pikërisht në këtë ditë do të zhvillohet kjo protestë për t'i treguar botës se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, se si ato u grabitën, vodhën, se si u intimiduan zgjedhësit edhe se si ndikuan bandat. Çdo subjekt politik është i lirë të protestojë apo ta shprehë mërinë apo keqardhjen e vet në forma të ndryshme, por kjo nuk do të thotë që do të krijojë një opinion për gjithë ata lidera që do të vinë në samitin që do të zhvillohet në 16 maj. E kuptoj. Nuk është se kam ndonjë opinion për protestën apo zgjedhjen e ditës, pse pikërisht në atë ditë bëhet protesta, sigurisht kuptohet, sepse qasja që ka edhe lideri i opozitës është po e njëjtë, me të njëjtat forma, me të njëjtat metoda, dhe pikërisht duke ndjekur të njëjtat metoda, rezultati është po i njëjtë. Ata presin që të kenë një rezultat ndryshe, duke qenë gjithmonë të njëjtët, pas një reflektim në vetvete, qoftë për subjektin politik, qoftë për individ apo persona brenda një subjekti politik. E kuptoj. Dhe së fundi, kur pritet të përfundoj procesi numërimit në Kortë, sipas pritshmërive tuaja?
Besoj që procesi i numërimit do të përfundoj sot. Një falënderim shumë të madh për gjithë KZAZ-t vendore në gjithë qarkun, por edhe gjithë numëruesit grupit e vëzhguesve që kanë bërë një punë të shkëlqyer në kohë rekord. Ka qenë një proces tërësisht shfaqësor, pa asnjë lloj problemi apo incidenti dhe pikërisht besoj që ky proces do të përfundojë sot për të përmbyllur gjithë rezultatin zgjedhor në qarkun e Korçës dhe presim surprizë sigurisht votën e diasporës që besojmë që do të jetë shumë në favor të mazhorancës dhe ne presim që të marrim objektivin e 7 të kapim objektivin për 7 mandate në qarkun e Korçës. Faleminderit për këtë komunikim që patëm së bashku dhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit, ju përshëndes.